Ky është një biznes. Pse nuk e kanë kaq të lehtë këta autoritetet ndërkombëtare që ky që ka bërë biznesin të krijojë disa fasheta super mbrojtëse që siç i bën ai burrin ke shtëpia ime për gocën time, që e ka filtra, ai ti bën që është çështje shtetërore, e ka Kina. Në qoftë se futen në media sociale për fëmijë, a do të flasin në luftë domethënë, që zgjidhet ky problem. Kina e ka që të gjitha platformat online janë edukative për fëmijën. Pra nuk ka platforma online që futet një fëmijë edhe ka kanë dhe morale, kur ka futen i kanë morale. Ata kanë bërë një marrëveshje. Janë shumë të mirë si model. Nuk bëhet kjo marrëveshje këtë po them. Të di si është niveli i stresit dhe anktit të kinezët, e kam të udhër. Atë se nuk e ato në përgjithësi përderisa ata nuk shquhen si një popull. Kjo janë mesdhetar kompanitë aktuale i kanë këto cifra. I kanë. Po pra, e kuptoj. Ato i kanë. Por ajo që po bëhet tani është për të eliminuar problematikën e këtyre të rinjve të vegjël, të cilat është në formë të pa kontrolluar. Sa përfitime ka TikToku nga adoleshentët, të lutem, a thua dot sa përfitime ka TikToku nga adoleshentët ose Instagrami? Nga përmbajtja që ekspozohet tek to, sa përfitime? Do me thënë, zero përfitim për edukimin Pse nuk e blokon ai? Pse nuk ndiqet rruga edukative që ai këtë platformë që është bërë virale, i është futur në tru të gjithëve të blokojë? Kjo është edhe çështje e familjarëve brenda. Të tjerë të bëhen zorraxhi. Të bëhen zorraxhi për adoleshentët? Jo, të bëhen zorraxhi pra të mbyllin platformat ose të kushtozojnë dhe të limitojnë numrin Po mund të bëjnë filtra Adela. Mund të bëjnë filtra se ndalimi. Mendoj që filtra ka pasur gjithmonë dhe filtra vazhdojnë të ketë. Kur ti si prind nuk, domethënë ti i pari nuk arrin dot që të kontrollosh apo bëjmë punkt këto filtrat ose jo, nuk ka çfarë të bën Mark Zuckerberg nga ana tjetër e kontinentit. Po është edhe prindërit do lë punën tani, do merret gjithkohës. Po tani ke bërë fëmijë, shndroi kohën edhe punën. Mungesa e prindit po shikohet gjithmonë më shumë. Dhe është një nga problematikat kryesore. Pra nuk është vetëm shteti edhe kompanitë e mediave sociale të cilat kanë prodhuar problemin, të cilat sigurisht jo me strategji, mos dalim këtu në teori konspirative, nuk jam duke thënë këtë, por që themi disa vende, disa politika janë duke ndërhyrë për ta ndaluar këtë fenomen që ka 15 vjet që po shikohet. Duhet që ti mbushësh mendjen një element tjetër shumë i rëndësishëm është fëmia, janë mediat sociale, kemi shtetin si element që po kontrollon, po tenton. Rasti Francës që u bë sebi për këtë tematikën e këtij emisioni. Por ajo që po ndodh është kjo situata në shtëpi. Pra, kur kemi prind me sytë ke celulari, fëmijë me sytë ke celulari. Po prindi ri me sytë ke celulari, sepse celulari është një mjet pune, ku nga pikpamja psikologjike, shpjegohet ku shikon. Ornella, se ti flet duke marrë parasysh veten tënde, po nuk janë të gjithë prindërit të këtij niveli. Se ke prindër sa të duash, që është aty fëmia duke plasur, edhe është scrolling ose nuk e kthen fëmia sa të mbaroj videon. Kush është i rrituri në këtë mes? Prindi duke bërë scroll, fëmia duke bërë scroll. Kush e bën prindin edukimin? Fëmia ka nevojë për edukim, për kufij. Jo, edhe sa do të ta kërkoj fëmia është dhe një lloj përgjegjësie e prindit kjo gjë, domethënë se që unë shikoj veten, ok, djali është 12 vjeç, po nuk është se më ka kërkuar, edhe unë se kam lejuar kurrë që të ketë një llogari në Instagram dhe Facebook, edhe pse miqtë dhe shokët e tij e kanë. Në sensin që unë jam aty dhe i kontrolloj telefonin gjithkohës, çfarë shikon, ku futet, me kë komunikon. Dhe është më shumë delikate aktualisht. Janë lojëra që përmendi Adela pak më parë. Do me thënë ti kontrollon gjysmën tjetër se kontrollon dot. Po kontrolloj, e kam bërë me parent control. I kontrolloj gjithkohës telefonin. Sepse e di dëmin. Ka dhe një problematik këtu.